Sahih al-Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pezullimi i dijes dhe shfaqja e ignorancës. Imam Bukhariu, Allah pas mëshiruar, në vazhdim të kapitullit të dijes, ilmit, e se këtë nën kapitull, pezullimi i dijes dhe shfaqja e mosdijes apo ignorancës. Respektivisht hadithin 71 nga Enesi radiallahu anhu, i cili thot: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min ashrati saati an yurfa al-ilmu wa yathbutu al-jahlu wa yushrabu al-khamru wa yadhhar az-zina. Enesi transmeton nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se ka thënë: disa prej shajeve të kiametit, apo prej shajeve të kiametit janë edhe ngritja e diturisë, pezullimi, ngritja e diturisë, përhapja e ignorancës apo mosdijes, konsumimi i alkoholit, përhapja e zinas. Pasi që Imam Bukhariu, Allahu pas të mëshiruar, më lartë solli hadithe për vlerën e dijes. Pastaj për vlerën e dietarit, ati që mësën dije, që mësën të tjerëve dijen, dhe sol argumente që nxisin për dije, për të punuarit me dije dhe shpërndarjen e saj. Në këtë kapitull sjell të kundërtën, e që don me tregu se vjen një zaman ku dija ngritet, pezullohet dhe përhapet mosdija, e që me të ka për qëllim me paralemru për pasojat e përhapjes së mosdijes, së ignorancës. Ka pasojat më dha. Kështu që Enesi transmeton, radiallahu anhu, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë se peshaja e kiametit është pezullimi i dijes. Tani të flasim për të shenja pak nga pak, pasi që në cekun këtë hadith, ani pse? Ky hadith e ka vendin atje tek shajat e kiametit, por Imam Bukhariu ka cektu për këtë arsye që e cekun pak më lart. Por megjithatë, me qenë se janë cekur hadithit e cekum këto shenja të kiametit. Pra pejgamberi alayhi salatu wassalam pa thot: për shenjat e kiametit është ngritja e dijes dhe përhapja e mosdijes, që i bie kjo. Është për qëllim vdekja e ulemave. Dhe njerëzit mbesin pa ulema. Por njëherë të nalëm pak të kthehemi prapë të shenjat e kiametit, para se më fillu në shpjegim. Min ashrati saa, për shenjat e kiametit. Shenjat e kiametit janë ndodhi, ngjarje, për të cilat ka paralemru pejgamberi se do të ndodhin afër kiametit, apo para se më bë kiameti, apo kogja larg para se më bë kiameti. Por ato do të ndodhin. Shenja të cilat disa janë të rëndomta, të kapshme, se mund të ndodhin. Po disa janë çuditshme, të pakapshme për logjikën e njerëzit. Disa
janë paralajmëruese për prishjen e shoqërisë, pra janë negative, se përhapja e alkoolit, konsumi i alkoolit, përhapja e zinas, s'ka këtu pozitiv. E disa mund të jenë edhe pozitive. Si fjala vije, paralajmërimi i pejgamberit alayhi salatu wassalam se do të shtohet pasunia shumë dhe nuk do të ketë fukara. Është mirë kjo kur s'ka fukara. Ta njerëzit kanë bukë dhe kanë bollok në të nësen. Pastaj shenjat, ulemat i kanë nda shenjat e kiametit në 2 grupe. Shenjat të vogla dhe shenjat të mëdha. Shenjat të mëdha kanë ardhur të cekura me hadithe dhe janë quhen të mëdha sepse janë të pazakonshme, janë të çuditshme, janë të paimagjinuara për mendjen e njerëzit. Si fjala vije lindja e diellit nga perëndimi, nuk e ka logjika. Por ajo do të ndodhë. Ose me dalë për tokë një shtazë dhe një folë njerëzve. Nuk e ka logjika, por ajo do të ndodhë. Pastaj, këto shenja janë afër kiametit krejt. Dhe se janë të ndërlidhura njëra me tjetrën sikur se hallkat e një zinxhiri. Ndërsa shenjat e vogla jo domosdoshmërisht janë afër kiametit dhe jo domosdoshmërisht janë të ndërlidhura njëra me tjetrën. Jo. E rëndësishme, kthehemi të këto shenja, që këto janë fjala për shenjat vogla këtu janë. Për të cilat pejgamberi po paralajmëron se kanë për të ndodhur, sepse për shenjave të kiametit, pra për alameteve që kiameti është afru, është përhapja, ngritja e dijes dhe përhapja e mosdijes. E qysh ngritet, pezullohet dija, pezullohet dija me vdekjen e ulemave. Njerëzve të dijshëm, kur vdesin njerëz të dijshëm, në vend tyne kush vjen? Vjen pa dijshmit, sepse njerëz të dijshëm u prin miletit, rëndëmt, dhe mileti shkën pas tyne vetvetiju, nëse i njohin që janë njerëz të dijshëm, ka nevojë për ta dhe shkojnë pas tyne. Por, kur vdesin këta, të në vend tyne vinë dhe gjahila e njeranta, të cilët për interesat e tyne, për qëllimet e tyne, ngriten dhe marrin këtë epitet, këtë gradë, dhe i thojnë vetin ne jena dijshëm. E që pastaj këta i marrin qafë miletin. Për ata, kjo ka ardhur më qartë në një hadith tjetër, po ashtu e Enesit, që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, në fakt Abdullah ibn Amr ibn Asit, i cili thotë se kam dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thënë: Inna Allaha la yaqbidu al-ilma intiza'an yantazi'uhu min al-ibad, walakin yaqbidu al-ilma biqabdi al-ulama, hatta idha lam yubqi 'aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhala. فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. Allahu nuk e largon diturin duke hequr atë për njëherë nga njerëzit. Nuk e, sikur se pse këmishin që e desh, ose se shpirtin që e më robit, ja ngrit, ja pëzullan, ja nxjerr. Jo, dija ashtu nuk nxjerret për njerëzve. Por, e heq atë, pra dijen, përmes vdekjes së dietarëve, ulemave, derisa të mos mbetet asnjë alim apo dietar. E kur të mos mbetet asnjë dietar, njerëzit të marrin për prijes udhëhec ignorant. Pastaj ata ignorant pyeten dhe ata japin fetva se kanë marrë epitetin e alimave, dietarëve. Ata përgjigjen pa dije, kështu që ata që përgjigjen pa dije devijojnë vetë dhe i devijojnë edhe të tjerë. Fa dallu wa adallu, vetë në dalalet edhe të tjerë të qojnë dalalet.
dhe ata bashkë me xhamat e me millet shkojnë dalalet. E hadith është në Bukhari dhe është në Muslim. Ky hadith pra, e cilë do të na vije pak më vonë, që Abdullah bin Amr bin Asit, na sqaron se pezullimi apo ngritja e dijes vërtet është me vdekjen e ulemave. Ku në vend të tyre vinë ignorantët, siç edhe jemi duke parë nesër. Pra kjo gati, jo krejtësisht, gati, është prezente në shumë vende, madje në çdo vend, ndoshta në çdo vend të botës. Ku në mungesë të ulemave, apo edhe nëse ka, mundohet me dalë rival, ndoshta kanë diplom, po diploma letër, është një letër, atë më shumë. Ilmi nuk kanë, edhe më pak sinqeritet, por kanë lakmi, oratori, gjuhën e gjatë, lafazana, dhe flasin, arrin me i bind njerëzit, se këta e ndishëm, se këta dohet më ndëgju, dhe rëndëm pyeten. Marrin atë guxim pastaj, me dhonë fetva njerëzve, se se kanë dërt hiq, dhe vetë humbin, bien dalalet, por i humbin edhe të tjerët. Pra, sot kjo është prezente. E që bik, kjo shaj, veç ka filluar, por shumë për hap. Krejt vendet e botës, vështirë me gjithë do një vend botës, ku nuk ka që si njerës. Çështja e dytë, prapë, pezullimi i dijes dhe përhapja mos dijes. Alameti i dytë, shenja e dytë që cek Imam Bukhariu këtë hadith, hadithën e nesit, është konsumimi i alkoholit. Alkoholi është konsumu gjithmonë. Prej se mban mend historia, alkoholi është konsumu. Andaj, nuk është qëllimi këtë thjesht se konsumim, se pirje, e asaj pije, sepse e pije gjithë, po ka për qëllim pijet shumë alkoholi. Pastaj përdoret pijet haptazi. Përderisa përpara kanë përdorur pak dhe kanë përdorur sheft, se kanë marrë, kanë turp, po edhe kanë ndalu të në fetë. Veçanti të muslimant, e që është për qëllim këto. Ndërsa sot, e shofëm se si është përhapur pirja alkoholit. Sa që është bërë modë, kulturë, ka humbë diçka që quhet turp, ka humbë diçka që quhet haram. Jo të gjithë, Zoti mos e dhashtë, po të një pjesë e konsiderueshme njerëzve. Andaj pejgamberi i Zotit, alayhi salatu selam, sikurse me pa, apo me kanë këtë kohë, këtë zaman, për përshkruan këtë gjendje. Pra pihet më të madhe, konsumohet më të madhe alkoholi. Dhe kjo është prezente kjo shaja e kiametit. Shenja tjetër që ceki ku i bekuar këtë hadith është përhapja e zinas. Po dhe zina, sikur se alkohol, ka pas gjithmonë njerëzit. Gjithmonë ka pas zina. Tek pejgamberët e mëhershëm, tek pejgamberi jon, sallallahu alaihi wasallam, ama me gishta. Shumë pak, edhe atë më sheft. Por qëllimi është përhapet zinaja të natë. Sa që i humbë emrit turp, epitetit turp marë. Njerëzit bënë se me mbulu e zinan, edhe nëse bojnë, e të publikojnë, e të regojnë hapë të zi. Krenohen me te. Madje ndoshta e bojnë edhe publikisht.
A jemi ty pani që të sëtë? Po. E që në nënkuptan se në fund të dënjas përhapen shumë dukurit negative, përhapen antivlerët. E ne veç jemi në atë kohë, apo kem fillu në atë periudhë, në atë etapë, ku ata që kanë njëmër pas nesh, kanë me pa që dhira hala shumë më shumë, se sa që përshohëm ne. Allahu na ruajt. Imam Bukhariu e cek në vazhdim lidhje me këtë njëjtën temë, edhe një hadith, andaj ta marrëm edhe atë, hadithin 72. Nga Enesi radiallahu anhu, i cili ka thonë, "Leu haddithannakum hadithan la yuhaddithukum ahadun ba'di." سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل ويظهر الزنا وتكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون ل50 امرأة القيم الواحد. Enesi, Allahu qoftë i kënaqur me të, thot, shokëve të vetë, do t'ju tregoj një hadith, të cilin s'do t'u tregoj kush pas meje. Pas meje s'ka kush thot atë. Unë po tregoj. Kam dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thonë, disa prej sheve të kiametit janë paksimi i diturisë, përhapja e mosdijes së ignorancës, përhapja e zinas, rritja e numrit të femrave, paksimi i numrit të meshkujve. Atë shumë, sa që 50 femra do ta kenë vetëm një mashkull, një burr në bikëqyrës. Edhe kë hadith, që cek Bukhariu dhe Muslimi, e që Imam Bukhariu ka për qëllim njëjtën gjë, ta tregoj, ta vërtetoj se do të humb ilmi, e që është keqa e punë, ka pasojë të mëdha, sepse me gjehel me përhapjen e ignorancës, përhapet fesadi, bën çrregullime në tokë. Njerëzit ignorant i devijojnë të tjerët nga ana akides, besimit, e moralit, çdo send, se janë gjahila. Allahu na ruajt. Pra edhe kë hadith tregon disa shenja të kiametit, ndërto përhapja e paksimi i dijes, përhapja e mosdijes. Enesi ne ka thonë këtë, thot shokët vetë në Basra, o ju njerëz, e mbajnë mend një hadith, dëgjoni mirë, sepse po se ngut pe meje, kur më nuk keni me ngu pe kujna. Se s'ka kush më që aspe e gënë këtë hadith që a përcjell juve. Nëse sahabët kanë vdekur, kjo është i funit. Pra ata që kanë bajnë mend këtë hadith kanë vdek. Merre pe meje, po thot në Basra, të Irakut, a që ka vdekur. Merre pe meje këtë hadith. Do a tregon kështu dhe kështu dhe kështu. Se do të përhapet, do të paksohet dija, do të përhapet ignoranca, do të përhapet zinaja. E që për këtu të trija të falem. Por, në mbeten këto dy tjera që ka cek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, rritja e numrit të femrave dhe paksimi i meshkujve, apo numrit të meshkujve. Pra, pejsheve të kiametit, koka, rritja, shtimi, numrit të femrave dhe pakimi i numrit të mashkujve. E që në kupton se më kohë, sa ma shumë të afro pe kiametit,
vajza lindin me shumë, djelë lindin me pak. Dhe shtohet numri vajzave e pakohet numri i djemve. Kjo në fakt, edhe veç është sot me statistikë, në ka gjado shtetit botës, si në Moldavi, Armeni, Latvi, Rusi, Ukrainë dhe disa vende tjera, numri i femrave është shumë më i madh se sa numri i mashkujve. Kjo mund të jetë një prej shkaqeve, mund të jetë ky synimi. Hadithi po thotë kanë më pakue burrat, kanë më shtu gratë. Tash e ka për qëllim që do të lindin femra më shumë, qysh edhe sa do të prezente i dikun, dhe do të vija hala të shkupe kiameti, hala me lind femra, e mashkull më pak, apo ka për qëllim se vjen një zaman ku femra do të jenë më shumë, por jo domosdoshmërisht nga lindja e tyre e shumt, por nga një faktor tjetër, luftra të mëdha të shumta që do të ndodhin dhe vritja e numrit të madh të burrave. Nëse lufta han burra, gratë nuk e han lufta. Lufta han meshkuj, një gjeneratë merr. Një gjeneratë merr. Dhe krejt aty në mbesin gratë, nanat, motrat, bijat e tyne. Po, mund tjetë. E që kjo pa tani shaj tjetër, se para kiametit do të shtohet vrasja shumë, do të shtohet luftra shumë, do të vdesin njerëz shumë, atë shumë do të vdesin njerëz, sa që do tjetë marramendës numri në balansimi mes burrave dhe grave, mes mashkullve, krahazim mes mashkullve dhe femrave. Deri në 50 femra për balltynë një mashkull. Transmetim tjetër ka ardhur deri në 40 femra, 40. Ku këtu femra hynë nana, gratë nëse ka më shumë se një, motrat, vajzat, hallat, tezat, ndoshta vjen të zgjenu. Tëna këtu deri në 40, 50 nuk ka kush kujdeset për to. Këtu e kanë një burr, një mashkull, dikush e ka djalë, dikush e ka vlla, dikush e ka nip, ndoshta burr dikush, një e kanë, s'ka më. Imam Kurtubiu mendon se mund të jetë kuptimi më ndryshe, thuhet se kuptimi është shkak numrit të vogël të mashkujve dhe numrit të madh të femrave, vjen një zaman ku 40 femra vajza bojnë torr mas një djali. Aja thot me rëmu për i zatë Zotit, aja me rëmu për i zatë Zotit, aja me rëmu për i zatë Zotit. Bojnë torr më marto, sepse s'ka burra, s'kan me kanë martohen. Aqë shumë ndryshon dynjaja. Ibn Hajeri, Allah e pas më shëruar, kë jep edhe një verzion apo një mendim tjetër, thot kjo ka mundësi të ndodhë në kohën kur nuk mbetet në tokë njeri i cili thot Allah, Allah. Pra nuk mbetet në tokë as një musliman. Në atë zaman, e që është funit dynjas, njerëzit nuk e kanë gajle pse marrin 30 e 40, nga se nuk din që atë gjunahi. Dhe në atë zaman, po ka mundësi një njeri i bën 40 gra, 50 gra, dhe nuk e bëllah për atë punë, sepse s'dinaj që atë gjunahi. Allahu a'lam. E rëndësishme është se kjo do të ndodhë. Kjo do të ndodhë pa tjetër. Qysh për ndodhën këtë tjerat, që jem të i pa, që thamë pak më lartë, konsumimi alkoholit, prahapja, zinase, tjere. Qysh për ndodhën këtë, edhe kjo do të ndodhë. Po ne, inshallah, nuk e presim. Tani,
numri 50 apo 40 transmetim tjetër, a thua është për qëllim fiks 50 apo 40, apo mund tjetë për qëllim në numër i madh, apo mund tjetë në numër i madh. Pra, në mënyrë figurative, ka të cek 50-in në mënyrë figurative, e që unë mendoj se kjo është më afër, edhe këtë favorizon edhe Ibn Hajeri. Ka të cek mënyrë figurative, sepse shariati jonë nuk fokusohet, nuk përqendrohet në numra, zakonisht. Përkundër feve të mëhershme, të cilat mundohen me cek edhe sa ushtarëve që ka qenë kanë, të këne jo. Krejt Koranët me hideri në fund, numrat nuk qojnë pesh të këne sa ka qenë numri këtije e këtije. Nuk qojnë pesh. Por, ligjve nëse i cek shumë herë, se që për shembull në Koran, nëse bjen të Muhammed istikfar për munafiqet edhe 70 herë, unë s'ja fali. E pejgamberi ka thonë, po t'ja falë të Zoti, mi 70, i kësha roj istikfar për ta mi 70, 70 nuk është shumë gjatë, po nuk është qëllimi numër 70, qëllimi është shumë. Pra sot dhe që bjen istikfar të Muhammed për munafiqet, nuk i falë Allahu, sepse në që farë, ka në vdik, pa iman nuk i falë Allahu. Le të pëndohen, sa të në gjallë, i falë Allahu. Andaj ka mundësi, Zoti din, që është për qëllim mënyrë figurative, se do të ketë shumë, po ka mundësi është në mënyrë reale, Allahu alem. E rëndësishme është se do të vjen një zaman, ku do të shtohet atë shumë numri grave, me 10-ra. Kanë 40, kanë 50, me 10-ra janë këto. Ku një burë, një mashkull. Ose do t'jetaj që kujdeset për to i ngrati, ose ndoshta ta na bëjnë torë me marrët e qa me baj. Qa ka me bana atë zaman. Kohë fitne vi thënë kësajna. Fitne, Allahu në ruaj. Imam Nevoviju, El-Ajni dhe të tjerë, thonë se me paksim në numërit të burrave dhe shtimit të numrave të grave, paksohet dia dhe shtohet mosdia. Pra janë të ndërlidhura këto shenja. Pejgamberi tha pakohet dia, shtohet mosdia, përhapet zinaja, pakohet numri burrave, shtohet numri grave, sa që 50 ngajnë mas një gruaje. E këta dy kanë kap, dhe që tjerë, kanë thonë, ka diçka që lidhet të mes vete. Paksimi burrave, shtimi grave, barazime për hapjen e mosdijes. Sepse dijen zakonisht e bartin burrat. Zakonisht e bartin burrat. Kjo e para. E dyta, shtimi grave për hap fesad. Më shumë se sa shtimi burrave. Shtimi, rritja e numrit grave për hap fesad. Për hap fesad, këtë në fjallë tyne. Fjallë tyne. Për hapet fesadi, me shtimin e grave, për hapet zinaja, për hapet alkoholi. Dhe subhanallah, në tënë në lokalet, hapsirat, ku bëhen qëto, jenë femrat. Se pa to nuk bëhen këto, jenë femrat. Ani pëse në pakis do shta ata që pinë alkohol e bigjaz e zinajën më pëshëm. Ta shë imagjinati ku rritin këtu bëhen më shumë, dhe burrat janë më pak, për hapën këtu fesade. Kjo për faktin se, që shëthojnë këta, se gratë janë kurthe të shejtanit. Gratë janë kurthe të shejtanit. Dhe kjo është me hadith. Dhe se me të shejtani arrin të bëj më shumë fesad. Këtë kjo fjallë ty në është. E në ujit dhe ajnit. Dhe se shejtani në përmjet grave arrin të bëj më shumë fesad se sa me meshkuj. Dhe kjo është çështje e njohur tek ata që kanë sy dhe mend. Kështu thonë, Allahu na ruajt sherrit tyne, amin, kjo për meje. Wallahu e din më së miri, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Sahih al-Bukhari.